Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Debate pati sot në Këshillin Bashkiak të Lushnjës për investimet në rrugët rurale dhe ndihmën ndaj tregtarëve të prekur nga zjarri. Këshilli Bashkiak zhvilloi mbledhjen e radhës ku diskutuan dhe u miratuan pikat e rendit të ditës. Debatet më të forta u zhvilluan për projekt vendimin e investimeve në rrugët rurale dhe për ndihmën financiare për tregtarët e prekur nga zjarri në tregun e frutaperimeve. Kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa prezantoi projekt vendimin për miratimin e investimit që parashikon sistemimin dhe asfaltimin e rrugëve në njësitë administrative Allkaj, Fjershegan, Ballagat, Krutje, Dushk dhe Karbunar. Nisur dhe nga prioritetet që kishim marrë edhe gjatë dëgjesave publike që kishim bërë edhe për buxhetin e vitit 2026 dhe një pjesë e këtyre kërkesave në atë periudhë kur u artuar buxheti nuk kishte mundësi për të mbuluar financiarisht. Mbas rishikimit që ne bëm për këtë 6 mujor, pam që kishim disa fonde dhe për këtë arsye ju kemi prezantuar këto projekte në mënyrë që të fillojmë investimet edhe në këto zona ku qytetarët mezi po i presin që të fillojnë këto ndërhyrje. Gjatë diskutimeve, këshilltari i Partisë Socialiste Piro Kallajgjiu kërkoi që krahas investimeve në zonat rurale të parashikohen fonde edhe për përmirësimin e rrugëve brenda qytetit. Pa diskutim që këto rrugë duhen bërë, po dhe rrugët e qytetit duhen lënë. Sidomos që unë qëndroj prapë te rajoni numër 3. Po dal pak jashtë temës së kësaj. Po pres, filloi tregu, nuk ka filluar. Po pres të filloj këtu mbrapa, kemi thënë, atje prapë nuk ka filluar. Ashtu siç dhe ju kam shpjeguar, këto rrugët që ju keni propozuar, ne jemi duke punuar projektet, sepse dhe ato duan kohën e nevojshme që të punohen dhe patjetër që do të financohen dhe ato. Debate pati edhe për projekt vendimin që parashikon përdorimin e fondit rezervë për dhënien e një ndihme financiare prej 300.000 lekësh të vjetra për secilin tregtar të prekur nga zjarri në tregun e frutaperimeve. Nisur nga një vlerësim që ne si staf menduam për t'i shërbyer këtyre qytetarëve, kemi bërë këtë propozim për t'i mbështetur me një vlerë, me qenë se ata ishin në një markat shtetërore, me vlerën 30.000 lekë të reja, me përjashtim të tregtarit i cili kishte fruta të thata, të cilën kemi propozuar që të bëhet rreth 60.000 lekë të reja. Këshilltarja e opozitës, Kozeta Guçi, kundërshtoi masën e ndihmës, duke kërkuar që tregtarët të paraqesin fatura për mallin e dëmtuar, pasi sipas saj mungon dokumentacioni që vërteton vlerën reale të dëmit. Do të paraqesim tani dokumentacion në bazë të faturave që ata disponojnë apo kundra faturave për vlerën e dëmit që atyre i bërë, një. E dyta, nga përmbytjet, di që përmbytur shumë toka dhe fermerësh dhe asgjë nuk dham si shpërblim. Bizbaz ne mbështesim këtë që ata persona atje ne duhet i dëm shpërblim. Në përgjigje, kryetaria Sefa sqaroi se tregtarët nuk mundën të paraqisnin faturat, pasi sipas tyre dokumentacioni ndodhej në treg dhe u doq gjatë zjarrit. Nuk na i vu në dispozicion me pretendimin që i kishim pasur atje dhe ishin djegur. Dhe nisur nga fakti që këta tregtonin në një markat shtetërore në pronësit të bashkisë, ne po bëjmë një propozim dhe kemi thënë ndihmë financiare personave të prekura. Nuk e kemi quajtur nga fondi i emergjencave civile, sepse nga fondi i emergjencave civile sipas VKM-s këta nuk përfitojnë. Në përfundim të mbledhjes u miratuan të gjitha pikat e rendit të ditës. Kultivuesit e shaqirit në fushë të hapur në Divjak deri tani kanë 0 fitime. Fermerët ngren alarmin se produktet po mbeten pa shitur. 850 hektarë të mbjella me kulturën e shalqirit në fushat e Divjakës këtë vit bujqësor janë furnizuesit kryesor të tregut vendas si dhe tregut rajonal. Prej disa ditësh në kulmin e prodhimit, çmimi i shitjes së shalqirit ka rënë ndjeshëm. Aktualisht tregu i shitjes me shumicë në Divjak ka qenë i tembushur me shalqi dhe çmimi varion sipas cilësisë nga 70 deri në 100 lekë të vjetra për kilogram. Fermerët shprehen se kanë 3 ditë që derdhjen në treg pa arritur të shesin as 1 kilogram. Sipas fermerëve, situata është më alarmante për prodhimin që është në përfusha, pasi për shkak të temperaturave të larta po kalon në tej pjekje dhe nuk vlen më për treg. Mbi 34 pikat e grumbullimit tërheqin sasira tepër të vogla, madje ka dhe nga ato që i kanë mbyllur dyert. Mendimi është që kompanitë eksportuese të rajonit edhe më gjerë kanë gjetur tregje jashtë Shqipërisë, ku kostot e prodhimit dhe përrjedhoj edhe çmimi është më i ulët se sa në Divjak. Ditën e tretë edhe jashtë shalqiri lartë është.
Çmimi shumë mirë fare, ku të shkojmë me 100 lekë, me 90 lekë, me 80 lekë. Po si do me provi? Po si do me provi, do ta kap çakien, do ta hes kanal. Ç'a të bëj? Ç'a të bëj? Do të shkoj të ngarkoj tjetrin. Po, pse i dhej tjetri kështu? Ka mëme. Mil kot, rrok kot si për tokën. Sot po shkon të 100 lekë, 12 lekë. Me këtë shtëpi, ma keni interesi si internet? Po qa interesin e nëzim lekë tona me këto? Ka vajtë zero fare. Po s'ka streknjë, s'ka stërheqjas. Mirë, 12 lekë. Po nuk ka tërheqje, nuk shumë problem. Po për mendimin tuaj, çfarë është bllokuar, po bën kaq gjithë tregu këtu? Ka në pikat e grumullimit, do të marrin me? Ja, pika këtu është nuk po merr. Të gjitha për gjithë. Të gjithë pikat po marrin nga pak, jo se po marrin shumë. 650 lekë shpitani. Po shërbime të gjitha. Ne, asnjë kokë lego, del me humje me 100 lekë. Po, Divjaka ka shumë pika grumullimi, nuk e... Po grumullojnë edhe, që të bëjnë ata? Grumullojnë ditë, rritë 3 ditë bllokorë. Sa ditë keni këtu në treg në E fashisht? treta sot me këtë. Kje për dhije mas ditë ja. Sot kam qitë një 20 kujtal, kam në një 70 kujtal. Po prodhimi tjetër që është parcela, po... Ate do të hanë vete. E do gjë djeli, sa me njëri. Së shpejti, kjo dukuri negative e këtij viti do të thellohet edhe më shumë, pasi janë edhe 2 zona të tjera mjaft të mëdha që mbjellin mbi 500 hektar, si zona e Imshtës dhe e Tërbufit, që ka nisur të hedhin në treg sasitë e para të shalqirit në një kohë ku mijëra tonë mbeten ende në fushat e Divjakës. Shmanget një tragjedi e rëndë në fshatin Gjaz. Zjarri që ra në kavaletat e ushqimit të baktive rrezikoi banesën. Një zjarr i rënë mesditën e sotme ka rrezikuar djegjen e një banese në fshatin Gjaz, njësia administrative Krutje. Në momentin e rënies së zjarrit, familjarët ndodheshin në pushimin e drekës dhe janë njoftuar nga fqinjët, të cilët kanë konstatuar flakët që kishin përfshirë kavaletat me barë të thatë dhe ushqimin për bagëtit në oborrin e banesës. Të favorizuara nga temperaturat e larta, flakët janë përhapur me shpejtësi duke rrezikuar banesën. Ndërhyrja me njëhershme e forsave zjarrfikse të Lushnjës bëri të mundur izolimin e zjarrit dhe shmangu përhapjen e tij drejt banesës dhe shtëpive përreth. Si pasojë e zjarrit, kavaletat me ushqim për bagëtit u dogjen plotësisht, ndërsa nuk pati persona të lënduar. Sipas zjarrfiksëve, në vendngjarje dyshohet për një zjarr aksidental, pasi nuk raportohet për shkëndijë elektrike nga rrjeti. Temperaturat e larta të ditëve të fundit vijojnë të shtojnë rrezikun e zjarreve, veçanërisht në zonat rurale, ku flakët kanë djegur sipërfaqe të mëdha me bimësi dhe kanë rrezikuar banesa e aktivitete bujqësore. Vazhdon ndotja në pyllin e Semanit. Vullnetarë të huaj i bashkohen aksionit për pastrim. Ndotja e pyllit të Semanit edhe këtë sezon veror ofron një panoramë të pakëndshme në hyrje të plazhit. Me gjithë aksionet e pastrimit nga agjencia e zonave të mbrojtura dhe pushtetit vendor, pushuesit nuk ndalojnë se hedhuri mbetjet në pyll duke shkaktuar ndotje të vazhdueshme. 10 të rinj vullnetar nga Slovakia, Ukraina, Polonia i janë bashkuar vullnetarve nga Fieri për të pastruar territorin e pyllit me pisha të Semanit, por të gjithë e kanë të qartë se vetëm aksionet nuk mjaftojnë për të ndaluar ndotjen. Sipas tyre, zgjidhja është përgjegjësia dhe sjellja e qytetarëve ndaj mjedisit që në rastin e Semanit është e thjeshtë, një qese mbeturinash me vete pas çdo vizite në zonë. It's really dirty, to be honest, and so much trash is here, which I was really surprised. Okay. Pra ka shumë ndotje që e surprizoi. Just take a small trash bag and throw it there, and then bring it to you with home or something and throw it out there. Është e thjeshtë, it's simple. Just merrni mos hidhni tëra, merrni një qese minimalisht, një qese plastike, hirni në gjitha aty. Unë jam 15. Je pjesë e këtyre organizimeve vullnetarisht? Po. Po pse ke zgjedhur të pjesë? Mendoj se të jem një vullnetar është qef edhe ndihmon me mjedisin në Shqipëri. Tani, kanë ardhur kolegë të tu, pra vullnetarë të huaj, për të pastruar pyllin tonë. Si ndihesh ti për këtë? Të them të drejtën, nuk është se ndiem shumë mirë, sepse qytetarët duhet të jenë të përgjegjshëm edhe duhet të kujdesen për mjedisin tanë. Mendon se këto nisma do japin një leksion atyre që i shkaktojnë ndotjet, pra këto... Mendoj se po, duhet ta shohin dhe vetë qytetarët që mjedisi duhet të jetë vetë i pastër, sepse në qoftë se
ndotet na dëmton edhe ne. Ndjej si detyrë qytetar se gjëja më e rëndësishme për mua si fillim, se ndjehem më afër me vendin tim edhe me natyrën, plus që edhe shoqërohem me njerëz të rinj, dhe sa më shumë shoqërohesh aq më mirë është. Është vërtet ai konstatimi që të rinjt janë më të ndjeshëm tashmë ndaj mjedisit dhe ndotjes? Pra shko sa po shohim shumë ndotje këtu, nuk e besoj që është aq e kështu, duhet që të rinjt të mësohen me të mbrojtur vendin e tyre dhe të bëjnë më të përgjegjshëm dita ditës, jo të vetëm të flasin dhe mos të bëjnë veprime. Edhe mua nuk më pëlqen fare si gjë komplet kjo pjesa e natyrës që është duke u ndotur, duke u shkatëruar natyra, duke u prerë pyet, është gjë më e keqe që mundet të ndodhi një populli dhe një vendi. Jo vetëm pylli Semanit, por edhe në të tërë Shqipërinë, nuk është vetëm gjë që ndodh vetëm në Semat, por ndodh kudo në vendin tonë. Dhe është një gjë që nuk duhet të ndodhi duke filluar që nga qytetarët. Tonelata të tëra me mbetje u mblodhën një muaj më parë nga punonjësit e bashkisë në pyllin e Semanit, por ndotja vazhdon pasi zona frekuentohet edhe gjatë verës nga pushuesit që ndalojnë në pyll pas plazhit ose në raste festash. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në konferencën për rindërtimin e Ukrainës. Në fjalën e tij, ai tha se rindërtimi nuk mund të presë fundin e luftës. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në konferencën për rindërtimin e Ukrainës, ku u mblodhën drejtues shtetesh dhe qeverish, institucione financiare ndërkombëtare, përfaqësues të biznesit dhe të shoqërisë civile nga e gjithë bota. Në fjalën e tij Rama theksoi se rindërtimi i Ukrainës nuk duhet të presë përfundimin e luftës, pasi sipas tij nëse pritet derisa të bjerë plumbi i fundit, do të jetë tepër vonë. If reconstruction waits for the last shot to be fired, nëse rindërtimi pret derisa të bjerë plumbi i fundit, atëherë do të jetë tashmë tepër vonë. Ukraina po rindërtohet, ndërsa njëkohësisht mbron veten. Ky është kuptimi i madh i kësaj konference. Rama nënvizoi se Shqipëria mbështet përpjekjet e Ukrainës për të siguruar paqen, me të njëjtën vendosmëri me të cilën po mbron lirinë e saj. Ai shtoi se rindërtimi i Ukrainës dhe integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor janë procese që forcojnë njëri tjetrin dhe kontribuojnë në një Evropë më të qëndrueshme. Në mbyllje, kreu i qeverisë shqiptare theksoi se rindërtimi i Ukrainës nuk është një akt bamirësie, por një investim strategjik për të ardhmen e Evropës, duke cilësuar Ukrainën si vendin që po rindërton guximin e kontinentit. Tërmetet shkatërruese që ranë në Venezuelë kanë çuar deri tani në 164 numrin e viktimave. Është rënduar bilanci i tërmeteve shkatërrimtare që goditën Venezuelën. Sipas autoriteteve, numri i viktimave ka arritur në 164, ndërsa 971 persona kanë mbetur të plagosur. Bilanci pritet të rëndohet edhe më tej pasi ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet në rrënoja. Dy tërmete me magnitudë 7.2 dhe 7.5 goditën pjesën qendrore të vendit brenda pak sekondash nga njëri tjetri, duke shkaktuar shembjen e 10 banesave. Dëme të mëdha në infrastrukturë dhe panik mes banorëve, të cilët dolën në rrugë për të strehuar në vende të sigurta. Presidentja e përkohshme, Rodriguez, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në të gjithë vendin për të përballuar situatën emergjente, ndërsa zonat më të goditura vijojnë të përballen me pasojat e lëkundjeve dhe pasgoditjeve. Ekipet e emergjencës dhe të shpëtimit po punojnë pa ndërprerje për të nxjerrë të mbijetuarit nga rrënojat dhe për të vlerësuar dëmet materiale. Autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes për shkak të rrezikut të pasgoditjeve, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ka shprehur gatishmërinë për të ofruar ndihmë humanitare. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.